Mbrëm këtu në Tiranë është mbajtur për të tretën ditë radhazi protesta kundër ndërtimit të resortit turistik në Zvërnec. Para tubimit nga rrjetet sociale, kryeministri ftoi një përfaqësi në takim për të diskutuar mbi investimin, natyrën dhe pronat, por përgjigjen e mori kur nisi protesta. Poshtë zyrës të tij në Korçë, qytetarët e refuzuan dialogun duke kërkuar anullim të projektit dhe dorëheqje. Kryeministri Rama e konsideroi arbitrar bllokimin e transaksioneve të sipërmarrësve arab që kanë blerë tokat në Zvërnec. Sipas tij, SPAK duhet ishte ndalur vetëm tek bllokimi i parave të kaluara tek pronarët, ndaj të cilëve ka dyshime. Qindra socialist, mes të cilëve edhe funksionar dhe ish funksionar të lartë të kësaj force politike, festuan në Tiranë 35 vjetorin e themelimit. Rama vlerësoi kontributin e patronazhistëve për arritjet e partisë, ndërsa e cilësoi krye patronazhist Gramoz Ruçin për aftësinë e tij për të mbajtur lidhjet me socialistët. Kryeministri Rama përmendi edhe arrestimin e kryebashkiakut Erion Veliaj, duke theksuar se sado e padrejtë është për arrestimin e tij, Partia Socialiste nuk e ka kërkuar kurrë lirimin e Veliajt për të lënë drejtësinë të bëjë punën e saj. Zhvillohet sot në GKK seanca gjyqësore për 7 të pandeurit e dosjes Veliaj. SPAK pritet të lexojë pretencën për të pandeurit, të cilët gjykohen me procedurë të shkurtuar. Kryebashkiaku Veliaj, i vetmi me mas arrestin në burg nga grupi të pandeurve, ndodhet në paraburgim që prej 10 shkurtit të vitit 2025. Sëmundja e vjetër e mos realizimit të shpenzimeve po shoqëron edhe vitin 2026. Shifrat e Ministrisë Financave tregojnë për kursime miliona euro nga institucionet dhe një rënje të shpenzimeve për investime publike në fusha ndryshme të ekonomisë. Vetëm në 4 mujorin e parë të këtij viti nuk janë shpenzuar 210 milionë euro të parashikuara për të harxhuar në këtë periudhë. Në total, nga janari deri në prill, janë shpenzuar 2 miliardë 232 milionë euro, duke treguar vështirësinë e institucioneve për të realizuar sidomos investimet. Një kull shumë katëshe, deri në 225 metra lartësi, me një restorant panoramik dhe një pishin me pamje mbi qytetin, do t'i shtohet pallatit të kongreseve. Transformimi i godinës të ndërtuar në vitet 80 si një ndër veprat moderne të kohës është besuar projektit të studios zvicerane Herzog de Meuron Basel Ltd, e cila është shpallur fituese mes 5 studiove apo edhe projekteve të parashitura gjatë ditës së djeshme.